Ajo që fillimisht kemi gjetë në kuadër të hulumtimit është se në vendin tonë ende nuk është funksionalizuar ky program në formën e tij të detyrueshme dhe vazhdon të zbatohet vetëm mbi baza vullnetare. Në këtë rast kemi kërkuar të gjejmë nëse në këto gjykime gjykatat kanë shqiptuar edhe detyrimet që rrjedhin nga nemi 56 i Kodit Penal në lidhje me disa prej 15 masave që shqiptohen, një prej të cilave përcaktohet edhe detyrimi për të ndjek programe të caktuara të rehabilitimit. Dhe në gjitha këto raste nuk kemi gjetë, domethënë asnjë rast ku është referu ndonjë kryes në kuadër të programit kombëtar për kryerjen e dhunës ndaj krave në Kosovë. Kemi domethënë që gjykatat e kanë kufizuar dënimin me kusht vetëm në pezullimin e ekzekutimit të dënimit, pa e shoqëruar me masa shtesë rehabilituese, ndonse në 10 prej këtyre 50 gjykimeve është kërkuar edhe mbikëqyrja nga shërbimi sprovues. Për neve diçka edhe më specifike këtu ka qenë fakti që në asnjë prej këtyre gjykimeve nuk kemi arritur të gjejmë arsyetim specifik prej gjykatës pse nuk është referuar në kuadër të kësaj dispozite të Kodit Penal. Qëllimi i krejt këtij programi ka këtë që të sigurohemi që këta ushtrues të dhunës nuk do të na bëhen më recidiv, do t'i mësojmë pasojat e sjelljeve tyre dhe numri i rasteve të dhunës të shpresojmë se edhe do të reduktohet. Mirë po asnjëherë nuk është qëllimi që ushtruesve të dhunës t'ju krijohet përshtypja se ata e kaluan një program dhe kjo të mirët edhe si një lehtësim në dënimin e tyre. Këto janë edhe disa prej gjetjeve që edhe raporti i thekson dhe duhet gjithmonë ta kemi fokusin tek viktima, sidomos për gjyqtarët këtu, po edhe mbrojtësit e viktima, prokurorët të jenë shumë të kujdesshëm që nesër kur vjen deri te përfundimi i programit nga një ushtrues i dhunës, mos të mjaftohemi vetëm me ndjekjen e këtij programi, po të sigurohemi që më të vërtet ai person e ka ndryshuar sjelljen dhe ka mësuar nga veprimet e dëmshme të cilat I ka shkaktuar. Gjithashtu, çfarë duhet sot ta theksojmë dhe që del edhe si gjetje e këtij hulumtimi sot, është që një program për të funksionuar nuk mjafton vetëm të hartohet, mjafton të ketë ngritje të kapaciteteve të gjitha infrastrukturave, të gjithë zyrtarëve të cilët kanë për obligim ta zbatojnë atë. Mirë po në anën tjetër gjithmonë duhet të ketë edhe një buxhetim adekuat financiar. Për ne është shumë e rëndësishme me pas të Ministrinë e Drejtësisë plas zyrën kombëtare kundër dhunës familje, sepse ky raport po ashtu është I rëndësishëm edhe për ta, po fatkeqësisht njëjtë do thotë nuk kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këtë tryezë.